Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të ndarë dhe për të komentuar bashkarisht lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua të ndaloj tek një lëvizje që është bërë së fundmi, por një lëvizje që në fakt edhe është komentuar shumë. Është komentuar, është përfolur, kanë filluar dyshimet, kanë filluar ato komentet i çiksi me ngacmime. Shikoj dhe në TikTok janë bërë screenshot duke i bërë bashkë mesazhet. Pas një shkrimi që ndodhi në mënyrë të menjëhershme nga ana e Eglit. Po le ta shpjegojmë pak në mënyrë të detajuar se konkretisht për çfarë bëhet fjalë. Ditë më parë, Gjesti përzjodhi që në Instagramin e tij të bënte një shkrim. Do me thënë, Gjesti ka hapur një grup në Instagram, aty ku ndiqet, nëse nuk gabojmë, nga 60 e ca mijë ndjekës në këtë grupin që është hapur, dhe Gjesti aty zakonisht sjellën video, sjellën projektet e tija në momentin e parë kur dalin, sjellën fotografi, por edhe jep informacion fansave të tyre në fakt se çfarë do të sjellë ai dhe se si do të jetë rrugtimi i tij më pas. Pas shkrimi që bëri Gjestit, me thënë një shkrim që u prit me shumë dashuri, me njëherë filluan screenshot të postohen nëpër TikTok që Gjesti ka shkruar, Gjesti sjellën projekte të reja, Gjesti sjellën produkte të reja, do me thënë u komentuan jashtëzakonisht shumë. Një lëvizje të ngjajshme të tillë bëri edhe Egli Tako. Egli Tako shkruan në të njëjtën formë pothuajse në grupin e saj, duke e lënë për të dëshiruar që shkrimi i Egli Tako i ngjasonte shkrimi që ka bërë Gjesti. Do me thënë, ju i keni këtu të dyja dhe i lexoni mënyrën se si është shkruar. Menjëherë filloi vrulli i madh i komenteve që Egli dhe Gjesti kanë një marrëdhënie, që Egli dhe Gjesti janë duke lëvizur ca gurë bashk, që Egli dhe Gjesti janë duke luftuar për një rikthim tjetër, do me thënë ka patur hamencime të ndryshme, por mbi të gjitha unë mund t'jap konkluzionin tim të asaj se çfarë në fakt unë kam arritur të kuptoj rreth kësaj situateje. Unë mendoj që Egli dhe Gjesti janë një çift apo një ish çift, sepse nuk mund t'ju themi çift, që akoma i ndjekim pak lëvizjet e njëri tjetrit. Shkrimi i Eglit për mendimin tim ishte pak shkrim tendencios, ndoshta vet Egli dëshiron që të bie pak në sy tek Gjesti, sepse e dinte që fansa do ta bënin jashtëzakonisht virale këtë gjë. Por mbi të gjitha, unë e shoh një marrëdhënie jo të afërt më me njëri tjetrin, ndoshta edhe nuk ka patur asgjë nga këto që në fakt ne themi, por dëshira e madhe e fansave për të parë përsëri bashk Eglin dhe Gjestin e sollën situatën deri në këtë pikë.